Territori shqiptar për datën 9 tetor pritet të jetë me mod kryesisht të paqëndrueshëm me alternime, re, dhe mundësi reshjesh lokale veçanërisht në zonat malore dhe lindore. Në ultësirë pritet të ketë më shumë periudha me kthjellim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell me intervale me re. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metër për sekond, ndërsa në bregdet mund të ketë përforcime deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 tetor 2025 pritet të jetë mesatar deri në 3 deri në 4. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 tetor mund të jetë rreth orës 06:39, ndërsa perëndimi rreth orës 18:17. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 18 gradë Celsius.